Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka folur për protestën e së shtunës. Ai shprehur se guzimtarët morën në dorë Tiranën duke cilësuar si protestën e ndërgjegjes. Berisha shprehu nderim ndaj qytetarëve që morën pjesë dhe protestuan sipas tij në mënyrë të vendosur kundër rilindjes Kalbësir, kundër organizatës kriminale të Edi Ramës. Mirëdita, të dashur qytetarë dhe qytetarë. Dje për 3 orë kryengritësit guximtar morën në dorë Tiranën, bulevardin, sheshet e saj. Në një protest të fuqishme, qindra mijëra qytetarë nga Tirana dhe mbar Shqipëria u përballën me guxim të jashtëzakonshëm për më shumë se 3 orë me falangat e krimit të narkoregjimit Edi Ramës. Nderim të madh të gjitha atyre qytetarëve, djemve, vajzave, burrave dhe grave të moshuar që nga Tirana dhe mbar Shqipëria protestuan në mënyrën më të vendosur kundër rilindjes Kalbësir, kundër organizatës kriminale të Edi Ramës. Proteste e tyre nuk kishte lidhje me ndërtesat, as dhe institucionet kushtetuese. Protesta, revolta, zemrimi i qytetarëve shqiptar dje dhe që zjen sot në të 4 anë të vendit dhe në diasporë ka lidhje vetëm me Ramaduron. Sipas Kryedemokratit, protesta e së shtunës u dominua nga të rinjt, të cilët sipas tij do të përmbysin regjimin. Berisha i quajti një risi të rëndësishme këtë dhe një orgur të bardhë për shqiptarët. Se nuk po luftojmë për Sali Berishën, se nuk po luftojmë për Partinë Demokratike, as dhe parti të tjera, se po luftojmë për ndërgjegjen e njeriut, për dignitetin njerëzor, për interesin kombëtar. Po luftojmë dhe për ju që po na ndiqni në televizione, po luftojmë dhe për ju që mund të mos u pëlqejë protesta. Në fakt, po luftojmë dhe do luftojmë për çdo shqiptar. Kjo është veçantia e kësaj proteste. Kjo është protesta e ndërgjegjes. Dhe nuk ka asgjë më të fuqishme. Nuk ka asgjë më të pathyeshme. Nuk ka asgjë më të pamposhtur se sa ajo që buron nga ndërgjegja e njeriut. E vërteta, protesta pati një risi jashtëzakonisht të rëndësishme dhe themelore. Ajo u dominue nga rinia, nga të rit, adoleshentët, u dominue pra nga guximi, energjia dhe vendosmëria e trive. Një ogur i bardhë shumë ky për shqiptarët. Një shpresë e vërtet se do jenë të rritë dhe gjenerata e tyre ata të cilët do të përmbysin, do të largojnë nga pushteti këte organizatë kriminale. Ndërsa situatën e tensionuar midis policisë dhe protestuesve, Berisha i quajti të komanduar dhe se gazi lotësiellës i përdorur nga policia ishte i skaduar, çka përbën helm luftarak dhe s'mund të përdoret kurrë ndaj protestuesve.